E djela mbas Epifanis ka po të njëjtën temë si e djela mbas Krishtlindjes. Kur lindi Zoti në Betlehem, në një gëzim i madh i engjëve, i barive, ne e festojmë me gëzim shumë të madh, më pas shohim një përsekutim shumë të madh, vrasjen e foshnjave, martirët e Nikomedis, gati 20.000, dhe mbas Epifanis ndodhi njëjta gjë. Drita që lindi në Betlehem u duk shumë qartë në Jordan, kur Krishti u pakzua. Por errësira nuk e pëlqen dritën, e gjithmonë da përpiqet që ta mbysi. Mbas kësaj, Shën Joan Pakzori u arrestua, shpirti e dërgoi Krishtin në shkretir, ku tundua nga djalli. Dhe këto ngjarje janë shumë të rëndësishme për të kuptuar pakzimin tonë dhe jetën tonë. Se mbasi pakzohemi, nuk do thotë që ka mbaruar gjithçka. Padyshim që pakzimi është një rilindje e re, do thotë që shpirti ynë është i pastruar nga çdo njollë të mëkatit, por duhet kemi shumë kujdes, sepse i ligu do na tundojë vazhdimisht. Gjithmonë sa më tepër i afrohemi Perëndis, aq më shumë na sulmon ai. Në librin e Sirakut, në 10-ën e vjetër, thonë këtë fjalë, thotë Zoti: Birim, nëse dëshiron të afrohesh të shërbesh Perëndis, përgatite shpirtin tënd për ngasje të mëdha, sepse mbasi pakzohemi dhe ndriçohemi dhe do kemi dritë, errësira gjithmonë do sulmoj për ta mbytur atë dritë. Dhe Zoti në shkretir u tundua dhe u nga djalli. Dhe 3 ngacmime shumë të mëdha. Ndoshta mund të bëhen tjera dhe më të mëdha, po këto 3 ishin më kryesorë dhe që janë regjistruar. Mbasi agjëroi 40 ditë dhe pati uri, djalli u shfaq. Dhe i tha: nëse je i biri i Perëndis, thuaj që këto gur të bëhen bukë, e tundoj mishin e tij, trupin, dëshirat që ka çdo njeri, sepse çfarë përfaqëson uria? Uria është pikërisht dëshirat e trupit tonë. Dhe Zoti ju përgjigj me fjalët e shkrimit shenjtë, që njeriu nuk do jetojë vetëm me bukë, po me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. E kjo mbetet diçka e përjetshme, sepse gjithmonë kjo luftë ndodh. Njerëzit nuk mjaftohen vetëm thjesht të kenë gjërat më të thjeshta, sepse po të kesh ushqimin, të kesh një krevat, të kesh sa rroba, ndoshta nuk mund të jesh i pasur, por nuk je i varfër, i plotson të gjitha nevojat. Por njerëzit sot nuk e kanë ushqimin shpirtëror. Dhe prandaj Ungjilli i sotëm më shumë i rëndësishëm për ta kujtuar ne që ne nuk mund të jetojmë vetëm me bukë, nuk mund të jetojmë dot pa bukë, po jo vetëm me bukë. Njeriu duhet të ushqehet në të gjithë dimensionin e tij. Trupin gjithë ushqejnë dhe përpiqen ta ushqejnë sa më mirë. Shpirtin jo aq shumë. Shpirtin shpeshherë ne neglizhojmë, madje shpirti është më delikat. Nëse trupi do të ushqehet 3 herë, shpirti do të ushqehet vazhdimisht gjatë gjithë ditës, që shpirti janë të ndriçojë, dhe pa një jetë shpirtërore, njeriu deformohet. I ushqyer vetëm në një dimension, ai nuk është njeri më i përmbushur, nuk është i plot. Prandaj dhe Zoti, duke zmbrapsur këtë ngasje shumë të mëdha, sepse i ligu e sulmoi atëherë kur ai pati uri, e gjithmonë djallin këto na sulmon, në dobësitë tona, na kap në krenarin tonë, na kap në zemërimet shpeshherë që kemi ne kundër tjerëve me drejt ose pa drejt, dhe nëpërmjet këtyre na mundën ne, nëse ne do qëndrojmë besnik ashtu fjalëve të Zotit, e do përpiqemi që të përgjigjemi me fjalët që u përgjigj Zoti ngacmimeve që mund të kemi brenda nesh, do e mundim atë, sepse Zoti na ka dhënë fuqinë për ta mundur atë. Hiri i Shpirtit Shenjtë që vjen pa gëzim e ka të forcë, sepse është i pranishëm. A nëse ne do kultivojmë këtë gjë, e do e ndezim shpirtin që na është dhënë, atëherë padyshim që do kemi fuqi për të përballur me të gjitha ngasjet që mund kemi nga jashtë. Dhe pastaj e tundojmë me diçka tjetër. Siç thot një shenjtë shumë i madh, e sulmoi në 3 gjëra. E sulmoi në mishin, e sulmoi në mendjen dhe në zemrën. E dyta është e mendjes. Kur i tha: nëse je biri i Perëndis, se e ngriti në majtë të tempullit, në kulmin e tempullit, dhe tha: hidhu, sepse është thënë, atë Psalmi 91 Davidit thënë këtë fjalë: do e lejoj, thot, që këmba e tij të përplaset mi gur, thot, do urdhëroj ëngjëjt që ta mbajnë. Dhe i ligu duke
cituar nga shkrimi i shenjtë, thotë se e biri i Perëndis hidhu, thotë, nga tempulli. Edhe Zoti i përgjigjet duke i thënë, është thënë përsëri nga shkrimi i shenjtë, që mos e tundo Zotin Perëndin tënd. Zoti nuk plotson teka, plotson nevoja, sepse shpeshherë njerëzit duan teka të ndryshme, njerëzit disa kërkojnë vazhdimisht mrekullira, të tjerë duan gjëra të tjera dhe harrojnë që Zoti nuk ka ardhur për të bërë cirkun, për të plotësuar dëshirat kota shumë njerëzve. Zoti erdhi për të na shpëtuar ne dhe për të plotësuar nevojat tona bazike, të tjerat janë të dëmshme për ne. Prandaj dhe Zoti nuk na i jep ato. Ne përpiqemi që të fitojmë ato duke ndjekur pikërisht gazin e të ligut, që i duket sa më tepër ne të bëjmë famë, të kemi mrekullira, të kemi gjëra, do mendojmë sepse ne rritemi shpirtërisht, është e kundërta. Shenjtorët dhe kur bënin mrekulli, largoheshin nga i vend, që mos t'i kapte krenaria, sepse i ligu do që ne të na kapi krenaria. E nëse na kap krenaria, është fillimi i rënjes, si shtohet tek proverbat e Solomonit. Mendja krenare është fillimi i rënjes njeriu. Dhe e treta, i shfaqjet lavdis. Shumë pak njerëz mund të heqin dorë nga lavdia. Madje thënia e vjetër në antikitet ishte kështu. Kemi parë shumë njerëz që kanë hequr dorë nga pasuritë dhe nga pushteti, po asnjë nga lavdia. Njeriu gjithmonë kërkon lavdi, kërkon që të lavdërojnë njerëzit rrotull. E kjo është një kurth i të ligut. Sa më shumë na lavdërojnë, aq më keq është për ne. Prandaj dhe shenjtorët shpeshherë largoheshin, madje ka qenë një shenjt shumë i madh i kishës tonë, i cili paguante njerëz shpifnin kundër tij që qëndronte i përulur, sepse i trembej lëvdatave. Dhe i ligu e sulmoi pikërisht këtë gjë, duke i thënë, nëse je biri i Perëndis dhe i shfaqi gjithë mbretëritë e botës, më janë dhënë mua t'ja jap kujdoj, thotë. Fal mua dhe do t'i jap gjitha këto. Atëherë Zoti i përgjigjet duke i thënë, largohu prej meje Satana. E këtu mbaroi ngasja që i bëri ligu. Dhe ungjilli fillon me dritën që përhapi Krishti. Duke smbrapsur ngasjet e të ligut, drita brenda nesh do rritet akoma dhe më shumë. Sa më shumë që kundërshtojmë helmin që na dërgon krenaria jon, aq më tepër pastrohemi ne dhe aq më shumë ndriçohemi. Dhe profeti Isaia kishte parashikuar 600-700 vjet më parë që thotë populli që rrinte në errësirë pa një dritë të madhe. Dhe ata që rrinin në hijen e vdekjes u lindi një dritë, pikërisht për profecinë e lindjes Krishtit dhe predikimit e tij në këto zona, sepse shkoi në tokat e Zabulonit dhe Neftalis dhe filloi predikimin e tij. Dhe kush ishte predikimi i Zotit? Pendohuni, sepse mbretëria e qiellit është afër. Janë disa fjalë që gjithë pothuajse i dinë dhe pak a shumë prapë nuk i dimë. Çfarë do thotë Perëndi për shemb? Zot, të gjithë e kanë dëgjuar fjalën. Po jo të gjithë e dimë ne se çfarë është. Tregohet një histori shumë kuptimplote, kur tirani i Sirakuzës thirrri filozofin e antikitetit Simonidhin dhe i tha çfarë është Perëndia. Dhe ai u mat përgjigjej, pastaj i tha më jep një ditë kohë. Të nesërmen i tha më jep 2 ditë kohë. Mbas 2 ditë i tha më jep një javë kohë. E tirani i zemëruar i tha ti kërkon tallesh me mua? Filozofi dëgjuar i përgjigjet. Jo, thot, po sa më tepër mendoj se çfarë është, aq më tepër e kuptoj që nuk e di. Sepse shumë gjëra që ne kujtojmë si të ditura nuk janë të ditura. Edhe pendimi, çfarë është realisht pendimi? Në kishën ortodokse pendimi nuk është vetëm keqardhja. Keqardhja është një pjesë e pendimit. Është ndryshimi i mendjes, siç thotë etimologjia dhe e fjalës. Kur njeriu ndryshon mendjen e tij dhe mënyrën e tij të jetesës dhe bën një lloj vendimi që mos përsërisim ato gjërat gabuara që ka bërë më parë. E pendimi nuk është një ditë, as 2 ditë. Është një maraton, është gjatë gjithë jetës tonë deri në fund. Po kjo nuk do të thotë që njeri që jeton pendim është i mbushur nga trishtimi, është e kundërta. Sa më shumë pendohemi, aq më shumë gëzim vjen nga Perëndia. E ky është gjithmonë paradoksi në jetën shpirtërore. Pendimi është shumë i nevojshëm, sepse sa herë që mendojmë lart për veten tonë, jemi ne që rrëzohemi. Një histori shumë kuptimplote e murgjve të shkretirës për një nga nxënësit më dëgjuar të Shën Antonit të Madh, kur ai ishte në fund të jetës së tij, e kishte bërë mrekullira pafund, kishte ngjallur të vdekur, shëruar, të demonizuar, lutjet e tij gjithmonë dëgjoheshin, dhe gjatë momenteve të fundit të jetës, fytyra e tij filloi të ndriçonte si dielli. Dhe u mblodhën gjithë nxënësit e tij rrotull dhe u habitën me këtë ndriçim të jashtëzakonshëm. Dhe filloi të fliste, ja thot Antoni, thot, u afrua pranë meje për Shën Antonin e Madh.
dhe ndriçimi i vinte akoma më shumë. Ja thot po vjen kori, thot i profetëve, ja u dukën dhe të gjithë apostujt që po flasin, dhe në atë kohë pushoi dhe po fliste si me vete. Dhe i thanë nxënësit, po çfarë po thot? Po ja thot kanë ardhur gjithë ëngjëjt dhe po i kërkoj që të më japin akoma më tepër kohë për të penduar. Atë i thanë, haba thot, ti s'ke nevojë thot për të penduar, thot, ke bërë gjithë këto gjëra. Dhe ai akoma dhe më shumë po ndriçoi. Dhe në fund tha, ja thot, po vjen Krishti thot për të marrë. Dhe vëllezërit e mi thot, tani thot po e kuptoj që unë s'e kam filluar akoma pendimin. Si ndodh kjo gjë? Që sa më shumë ndriçojnë ato dhe kuptojnë që nuk janë penduar. Po sa më tepër ndriçohen, aq më tepër shohin njollat e zeza në shpirtin e tyre. Shenjtorët gjithmonë ishin të përulur sepse e dallonin atë gjë. Fatkeqësia e sotme është që ne nuk e dallojmë mëkatin. Gjithë njerëzit mendojnë që janë drejt, të mirë, po tjerët janë të këqij. Shenjtorët thonin të kundërtën. Ata mendonin që tjerët ishin të mirë dhe ata s'ishin të mirë, sepse ishin të ndriçuar. Dhe u kam përmendur disa herë profetin Isaia, kur pa vizionin e madh, që pa mbretin e lavdis dhe Zotin e ushtrive, çfarë fjalësh tha? Mirë unë tha, njëri me buzë të ndyra, pash mbretin e lavdis. Si thot Shën Pavli ku shkruan? Ne thot, Zoti na fali thot gjithë në mëkatarëve, nga të cilët unë jam i pari. E quante veten i pari i gjithë mëkatarëve, një apostull kaq i madh. Ata nuk thonin këtë thjesht për treguar, për të bërë një çfaqje, po sepse e kuptonin thellë, sa më shumë ndriçohet njeriu, aq më tepër kupton që nuk është aq i mirë sa kujton ai. E ndriçimi e ndihmon atë që të pastrohet vazhdimisht. Dhe jeta shpirtërore pikërisht kjo gjë është, që kalohet nga drita në një dritë më të madhe, siç ishte rasti i çasteve të fundit këtij shenjtori dhe murgu të madh, i cili sa më shumë kuptonte që spendohej, aq më shumë ndriçonte nga jashtë edhe nga brenda. Pendimi është shumë i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Dhe kisha ka një mister shumë të madh të rrëfimit, që është një mister që ne shpeshherë nuk e ndjekim shumë. Nëse do kuptonin çfarë dhurate e madhe është e gjë, do e vazhdonim rrëfimin me një gëzim shumë të madh, sepse rrëfimi na çliron nga barra e shumë. Çdo njeri ka mëkatet e tij. Shën Jan Ungjillori në letrën e tij shkruan kështu: nëse themi se nuk kemi mëkat, gënjejmë veten tonë, sepse çdo njeri e ka të mëkatin. Por ndryshimi qëndron këtu. Shenjtorët e dallonin dhe ne nuk e dallojmë. Ato e dallonin se kishin sytë e hapur. Ne i kemi të verbuar nga krenaria, sepse një krenar nuk e pranon gabimin. Madje siç u kam thënë dhe disa herë, jo vetëm që s'pranon gabimin, po edhe të lavdërosh, ai përsëri do i mbetet qefi, sepse thot nuk më ka lavdëruar aq shumë sa e meritoj. Verbëria vjen pikërisht nga krenaria, siç vjen dhe hapja e syve nga përulësia. Njerëzit krenar nuk pendohen. Djalli nuk pendohet dot më, se është krenar. Vetëm njerëzit e përulur pendohen. Po pse pendohen të përulurit? Sepse ata e kanë njohur veten e tyre. Nëse një njeri e njeh mirë veten e tij, po veten reale, jo atë pseudo veten që krijon ai në mendjen se si duhet ta shohin tjerët ose çfarë mendon ai që është. Po nëse e njeh mirë veten reale të tij, nuk do gjej asgjë për të qenë krenar. E do jetë mirënjohës ka shi Perëndis për gjithë dhuratat që i ka bërë, për pagëzimin, për ndriçimin e për gjithçka tjetër. Dhe jeta e tij do mbushet me gëzim. Edhe nëse do ketë telashe të mëdha në jetë, sepse është e pamundur të kalojmë të lugin lotësh e njerëzit mos kenë telashe, e mos kenë pikëllime, hidhërime, por gëzimi i tyre nuk do shuhet kurrë, sepse nëse është i pranishëm Zoti, të gjitha mund të kapërcehen. Nëse Zoti është me ne, si thot psalmisti, asgjë s'mund të jetë kundra nesh. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm na thret ne për pendimin, sepse të gjithë ne kemi nevojë për pendimin. E duke bërë pendimin, ne do ndriçohemi më shumë. Dhe jo vetëm do ndriçojmë veten, por do kemi fuqinë që do ndriçojmë njerëzit e tjerë. Amin.